Jemi kthyer sërish në studiet e UTA, vazhdojmë ande me emisionin Ditën e Re, besoj se na ndiqeni, besoj ato që inkuadron pak më vonë të paralajmërojmë edhe temën me mysafirin e dytë të sotëm. Është leximi ju bën udhëheqës, është emri i projektit në fakt, ku më qërsisht do na flas koordinatorja në fjalë. Zgjodhëm këtë temë pikërisht sot se pasi që sot fillojmë me gjysmë vjetorin e dytë shkollor. Nxënësit janë më vetëm nëpër banka shkollore dhe disi të motivohemi të dëgjojmë disa këshilla rreth asaj se sa duhet të lexojmë, si të lexojmë, rreth vlerësimit që bëhen nga ana e arsimtarëve. Gjithë këto tema më gjithësisht do të na flas koordinatorja e Fundacionit Hap pas Hapi, Ana Dimovska. Ana, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes edhe juve dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe Ana, më siguri do të habitën teleshikuesit sepse flet shumë bukur shqip. Bisedën do ta zhvillojmë në shqip. Së pari të flasim për hyrjen e projektit. Çfarë është natyra e projektit? Çfarë paraqet projekti qëllimit? Do me thënë, Fondacioni Hap pas Hapi bëhet fjalë për fondacion për iniciativa arsimore dhe kulturore nga Shkup dhe neve implementojmë projektin që është financuar nga ana e Agjencia e Shteteve të Bashkuara, do me thënë, për zhvillimin ndërkombëtar USAID dhe titulli i projektit, siç thamë edhe neve, është Leximi ju bën udhëheqës. Bëhet fjalë për projekt që ka për qëllim të vlerësoj dhe të përmirësoj, do me thënë, njohurit nga fusha e gjuhës anëtare dhe matematika, duke filluar nga klasa e parë deri në klasën e tretë te fëmijët në shkollat, në të gjithë shkollat fillore në Maqedoni. Si reagojnë fëmijët? Duket projekti i rënd, sepse më duket se fëmijët tonë nuk kanë dhe shprehi të trashëguar për të lexuar. Është projekt tepër interesant posaçërisht për fëmijët. Po, kemi aktivitete shumë interesant për fëmijët, por nuk punojmë vetëm me fëmijët, por punojmë edhe me arsimtarët e tyre, edhe me kuadri edukativo arsimor në shkollët, edhe me prindërit dhe do me thënë edhe me do me thënë familjen e prindërit e fëmijëve. Prindërit dhe familjen e fëmijëve. Po. Përmendëm ka më tepër të involvuar, do me thënë nuk janë vetëm nxënësit e klasave të ulta prej të parës deri të tretës, janë edhe arsimtarët, kuadri i shkollave fillore, po ashtu edhe të involvuar janë edhe vetë prindërit. Çfarë kush konkretisht bën në projekt? Po, do me thënë në fillim kemi filluar vetëm me 60 shkolla, filluam projektin në vitin 2013, filluam me 60 shkolla dhe për duke filluar prej këtij shtatori në kërkesën nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit, do me thënë kemi zgjeruar bashkëpunimin me të gjitha shkolla fillore në Maqedoni, do me thënë bëhet fjalë për më shumë se 330 shkollë dhe i implementojmë të gjitha aktivitetet nga projektit në të gjitha shkolla në Maqedoni. Nëse kemi kohë, do të doja t'ju tregoja më shumë. Po, ne do duam edhe shikuesit sigurisht do duan të dinë sa më tepër rreth projektit, konkretisht çfarë bëhet, si është një ditë, si zhvillohet projekti. Shkoni, keni çdo javë nëpër çdo shkollë apo si janë agjenda e projektit? Do me thënë aktivitetet e projektit zhvillojnë në gjithë vit, do me thënë, por nuk jemi në për shkollat çdo ditë. Do me thënë kemi edhe shumë përgatitje në zyrë, do me thënë kemi një pjesë shumë e rëndësishme e projektit, bëhet fjalë për vlerësime e gjuhës anëtare dhe matematikës, bëhet fjalë për instrumentet të cilat i kemi adaptuar në gjuhën maqedone dhe shqipe për herë të parë implementohen në Maqedoni dhe ato instrumente i quajmë EGRA dhe EGMA, që në fakt janë shkurtesa nga gjuha angleze, por bëhet fjalë për instrumente me të cilat, do me thënë, arsimtarët, pedagogët, psikologët në shkollë mund t'i vlerësojnë, do me thënë, njohurit ose arritjet e nxënësve nga klasën e 2 dhe klasa e 3 në fushën e gjuhës anëtare, do me thënë, maqedonisht dhe shqip dhe matematik. Pastaj rezultatet që i përfitojmë, që i grumbullojmë prej këtyre vlerësimeve, i përdorim që t'i planifikojmë të gjithë aktivitetet të mëtejshme në projektin. Do me thënë bëhet fjalë për zhvillim profesional të arsimtarëve, të kuadrit edukativ arsimor në shkollët, kemi shumë punëtori, trajnime për arsimtarët,
por kemi edhe aktivitetet e tjera në shkollët. Do me thënë të ndërlidhem ana, varësisht prej rezultateve të cilët dalin nga vlerësimet nëpërmjet këtyre dy instrumenteve që përmendet EGRA dhe EGMA. EGMA, varësisht prej këtyre rezultateve zhvilloni aktivitetet e mëtejshme, apo? Po, do me thënë i përfitojmë ato rezultate nëse duhet të bëhen disa ndryshime në mënyrën në të cilën zhvillohet mësimdhënia në klasë, duhet të zbatojmë disa teknike më interaktive me nxënësit, do me thënë... Në çfarë niveli janë? Po. Dhe ato na tregojnë shumë gjëra të rëndësishme se si duhet të zhvillohet mësimdhënia nga, do me thënë, në klasat më të ulta. Projekti ka emrin Leximi ju bën udhëheqës, ose siç e the pak më herët Readers are Leaders. Që do me thënë më shumë ishte në anglisht, po. Readers are Leaders Project, ose në maqedonisht Societanje do liderstva. Që ka më shumë kuptim në anglisht, sepse me të vërtet ka dhe rimohet, por çfarë do me thënë, është se e the pak më herë që nuk ka lidhje me lider, me atë çështje, do të thënë ta bëjmë pak më të qartë, çfarë kemi dashur të tregojmë me titullin, cili është mesazhi? Po, mesazhi ose theksi është te porosia se sa e rëndësishme është, do me thënë, që fëmijët të lexojnë dhe të dinë matematikë që nga, do me thënë, mosha më e vogël. Dhe neve si prindër, si arsimtar, si komunitet më i gjerë, duhet të ndihmojnë fëmijëve që t'i përfitojnë ato, do me thënë, aftësi, njohuri të gjuhës dhe të matematikës që në klasat e parë, sepse, do me thënë, do t'jetë shumë më vonë. Pastaj do t'jetë shumë më vonë, sepse këto aftësi janë në fakt themel, janë bazë për të gjithë njohuritë të tjerë, edhe në lëndët e tjerë në shkollë, por edhe për suksesin jashtë shkollës më vonë në jetë. Pikërisht, prandaj edhe ju jeni fokusuar në gjuhën anëtare të nxënësit që mëson dhe matematikën, lëndët bazë në shkollat fillore dhe në atë moshë. Më thoj konkretisht çfarë asistoni në lëndët e matematikës në përshkolla apo para përgatitjes, se unë se kam bashkë. Po. Edhe për gjuhën shqipe si zhvilloni aktivitetet. Po, do me thënë pjesa e tjera e aktiviteteve tona janë që kemi, do me thënë, shumë trajnime dhe punëtori, si edhe për arsimtar, por edhe për prindrit. Po. Punojmë edhe me arsimtarët, edhe me prindërit, që t'i tregojmë disa teknika interesante, interaktive, se si të punojnë me nxënësit. Pastaj kemi edhe një komponent që kujdeset për do me thënë prapë për zhvillimin profesional të arsimtarëve, por në një form tjetër. Do me thënë kemi komunitete për mësim, dhe brenda këtyre komuniteteve për mësim, do me thënë arsimtarët këmbejnë eksperjenca e tyre, njohuritë e tyre, do me thënë në një lloj mësojnë nga njëri tjetri, dhe kjo është me shumë rëndësi. Dhe pastaj kemi edhe një komponent të projektit që kujdeset për zhvillim dhe për botim të resurseve për mësim. Tu neve botojmë, do me thënë, libra me vizatime, edhe në gjuhën maqedone, edhe në gjuhën shqipe. Kemi botuar një komplet, një përmbledhje për 20 tituj, librash për fëmijë me ilustrime dhe janë shumë interesant, e kemi edhe këtu këtë komplet dhe kemi distribuar, kemi shpërndar në shtator, këtë shtator në të gjitha shkolla fillore, do me thënë se cila klasa nga klasa e parë deri në klasën e tretë ka nga një komplet prej 20 tituj librash. Do me thënë të gjithë shkollat fillore në Maqedoni janë të kyçur në projekte kanë librat që i përmendet. Nga klasa e parë deri në klasën e tretë dhe ka nga një komplet në çdo bibliotek të shkollës dhe në çdo bibliotek publik në të gjitha 33 qytetet në Maqedoni.
me që janë fëmijë dhe janë në moshë shumë të re, cilat janë teknikat kryesore për t'i mahnitur, për t'i quar me të vërtet që dëgjojnë, që të fillojnë të lexojnë, sepse janë fëmijë dhe normalisht që duan më shumë të zbaviten, duan më shumë të kalojnë kohë të lirë, tani si që është zhvilluar dhe teknika, duan më shumë të rinë me telefonat, me laptopët, se sa të lexojnë libra. Cilat janë teknikat që ndoshta ju me paka shumë propagandë ja keni futur fëmijëve për t'ja dalë në pak me projektin? Shumë mirë që i përmendët telefonat, celularët, kompjuterët, nuk mund t'i ikim ato. Ashtu. Dhe sinqerisht kjo është situatë dhe fëmijët tonë sot kalojnë shumë kohë në celularët, në tablet, kompjuter, dhe neve kemi, do me thënë, prandaj kemi botuar, do me thënë kemi zhvilluar këto tituj që i përmendëm, më shumë se 20 tituj, kemi zhvilluar në formë digitale, audio digitale, ashtu i quhem, dhe këto bëhet fjalë për libra që janë në fakt multimediale. Kemi, do me thënë, kemi piktur dhe janë si filma vizatimore dhe në këtë rast do doja t'i ftoj të gjithë prindrit, arsimtarët, mund t'i shkarkojnë falas nga, do me thënë, nga faqja e internetit të Fondacionit Hap pas Hapi, stepbystep.org.mk. Aty kemi më shumë se 20 tituj librash dhe mund t'i instalojnë në kompjuter dhe t'i përdorin. Mund të shkarkojnë falas. Po. Pra, për të gjithë shikuesit, të përmendim edhe një herë webfaqen, pra www.stepbystep.org.mk. Janë ato ekzemplari, libra, të cilat mund t'i zbresin edhe prindërit në qoftë se duan plus materiale, përveç atyre që i përmbushin e për shkollë. Se është multimedial dhe do t'ja zgjoj kurreshtjen fëmijëve. Përmendë pak më herët prezantim, për të cilët kemi dhe fotografi, si janë zhvilluar prezantime në për shkollat, t'i shohim dhe fotografit në prapavi dhe të më tregosh pak a shumë për shtypjen që ke ti. Po, do me thënë kemi edhe një komponent tjetër në projektin dhe ky komponent quhet përfshirja e familjes dhe komuniteti. Dhe kjo është shans për neve që të punojmë drejt për drejt edhe me fëmijët në përshkollët, por edhe me, do me thënë, prindrit e tyre dhe arsimtarët. Fillimisht filluam me një fushat, me një kampanjë, ku bashkëpunuam me persona të famshëm. Do me thënë persona nga jeta publike në Maqedoni, bëhet fjalë për aktor, do me thënë sportist, këngëtar të famshëm, të cilën janë më të preferuar të fëmijëve, dhe shkojmë në shkollët, në klasën dhe lexojmë libra me vizatime bashkë me fëmijët. Si që shohim edhe në fotografi, po? Këto janë ato fotografi. Shumë interaktive. Ideja jonë është që të tregojmë mënyre interesante dhe zbavitëse se si mund të lexojmë dhe të mësojmë matematikë bashkë me personat tonë më të preferuar. Pastaj, siç përmenda edhe më herët, kemi punë të ri kur i përfshim edhe prindërit, jo vetëm arsimtarët, po prindërit dhe arsimtarët bashkëpunojnë këtu. Dhe kemi një aktivitet shumë interesant përsëri. Kemi zhvilluar një bibliotek me rot, ose bibliotek lëvizëse, bëhet fjalë për një... Po, por është, do me thënë, i vërtet, po, bëhet fjalë për një kombi që kemi shëndëruar në bibliotek lëvizëse, do me thënë pjesën e mbrapshme e këti kombi është pajisur me mobilje, me shumë libra për fëmijë në gjuhën angleze, gjuhën maqedone, shqipe, dhe kemi edhe televizor ku mund të shikojmë ato librat audio digitale që i përmendëm më parë, dhe shkojmë në përgjithë shteti dhe i vizitojmë shkolla më të ndryshme. Deri tani kemi qenë në më shumë se 80 vende më të ndryshme. Fillimisht shkojmë në shkollat, do me thënë, rurale në Maqedoni, ose shkolla ku nuk kanë bibliotek brenda shkollës, ose nuk ka bibliotek afër shkollës, dhe qëllimi kryesor është që thjesht aty ku nuk ka resurse për lexim, për mësim, te ato fëmijë shkojmë neve dhe kontribojmë sa do pak për bibliotekën e tjere shkollore.
me materialet tuaja që i keni përgatit. Më bëri përshtypje ajo se më thaj në gjuhën shqipe kemi lexime nga personazh, nga aktorë të famshëm, këngëtar, po në matematikë si a dalin? Po dalin, po bëhet fjalë, domethënë për materiale nga klasa e parë deri në klasën e tretë, zbritje, Mbledhje, shëndzim, mbledhje, po. Nuk është Janë nuk është shumë të komplikuar. rëndësishme. Po. Impresionohen fëmijët, janë të interesuar? Besoj se për shumica e fëmijëve kjo është ngjarje e vitit ose më shumë, ashtu që po e ritregojnë edhe më shumë e më shumë. Po. Sa të zjas projekti për... Projekti do zgjat deri në fund të vitit 2017, do me thënë kemi edhe gati 2 vjetë. Po. Të gjithë shkollat janë të vizituara, janë të njoftuara për projektin, të gjithë shkollat në Maqedoni. Po, do me thënë tani, këtë vit, në maj, në fund të këtij viti shkollor, për herë të parë do ta kemi studimin për vlerësim të dijes nga gjuha dhe matematik në të gjithë shkollë. Siç përmenda më parë, kemi bashkëpunuar vetëm me 60 shkolla, por tani për herë të parë do me thënë do të kemi zbulime, do të kemi rezultate në nivel shtetëror. Deri tani në sa shkolla keni qenë, sepse 60 deri në fund të majit? Po, deri në fund të majit, por tani si që përmenda më parë, në këtë shtator e zgjeruam bashkëpunimin me të gjitha shkollat fillore. Edhe gjatë këtij viti dhe vitit 2017 pretendoni të kaloni të gjithë 330 Do të tentojmë, por nuk ka shumë ditë pune, ditë të shkollës, ashtu që sa më shumë do të arrijmë, do t'jetë më mirë, po. Më gëzon fakti, Ana, se janë përfshirë edhe shkollat në vendbanimet rurale, ku ndoshta edhe nuk kanë shumë mundësi për të parë kësi lloj projektesh, të kenë bibliotekë, kështu që besoj se do të fokusoheni ndoshta edhe më tepër aty, pse sadokudo shkollat e qytetit i kanë biblioteka të më afër, i kanë më në qasje, në çdo fundi është për të përuruar iniciativa. Po, për neve është shumë e rëndësishme të kemi qasje të barabarta edhe për fëmijët e fshatrave edhe nëpër qytetet. Po më thatë se projekti ka filluar që nga 2012 apo 13? 13. Kemi feedback pozitiv, efekte të arritura? Patjetër, por kemi edhe shumë për të punuar. Po. Ashtu që shpresoj se do të kemi edhe rastet të tjerë, të vim prapë në emisionin tuaj dhe do t'ju tregojmë se si kemi kaluar në studionin në maj dhe cilat janë rezultatet, zbulimet dhe si do të vazhdojmë me rekomandime më tej. Sigurisht, dhe atëherë ndoshta do të përgatitim ndonjë kronik, ndonjë video si zhvillohet projekti, konkretisht direkt me fëmijët dhe me përgjithësit, pra me koordinatorët tuaj, që të kemi më të qartë se çfarë me të vërtetë ndodhen në këto aktivitete të rrjetë atraktive dhe njëkohësisht edhe kreative për të gjithë fëmijët nxënësit e asaj grup moshe. Sigurisht, momentalisht ku jeni fokusuar, në cilin rajon të Maqedonisë? Ose jeni të shpërndar? Jemi shpërndar. Gjithmonë jemi të shpërndar, do me thënë barabartë punojmë edhe në për qytete, edhe në për fshatra, në të gjithë rajonet në Maqedoni. Shumë bukur. Me rezultatet ju presim të vini kur do të mbaroj projekti, ndoshta dhe 2 vite janë shumë gjatë kohë, por normalisht që suksesit i duhet kohë dhe përkushtim, ashtu që përuroj ju që keni marrë iniciativën normalisht dhe projektit dhe ti që je pjesë e projektit, besoj se do t'ja dilni me sukses dhe besoj se do të flasim prapë për rezultatet. Faleminderit. Faleminderit që ishe prezente, koha aq premton, besoj se në të ardhmen do folim edhe për projekte dhe komponentët tjera të projektit, aktivitete që do ndërmerrnin në ndërkohë. Sigurisht, atëherë koha e tuta për lajmet është ora 9, nga regjia na bën me dije që të presim, mirë po neve kishim plot çfarë të bisedojmë, tash shkojmë me lajmet. Bloku informativ në 9 vazhdon.